Përshëndetje, takimi në kafet e Gremi në fakt është kthyer ditët e fundit, kohët e fundit, që prej kohës së protestës, nisjes së protestës në Shqipëri, si një vend ku diskutohet, debatohet, argumentohet, por edhe ofrohen zgjidhje për situatën që po kalon vendi rreth protestës që ka më shumë se një muaj që ka mbledhur mijëra shqiptar në protestë kundër qeverisë me kërkesën e parë dhe të vetmen kryesore në ndërheqjen e kryeministrit Rama, por sigurisht janë artikuluar dhe të tjera teza më pas pas ndërheqjes së Ramës sipas organizatorëve të protestës. Sigurisht gjatë gjithë këtij muaji ka patur zhvillime dhe herë më shumë e herë më pak, po të paktën qytetarët kanë qenë në sheshet e protestave, ndërkohë ditët e fundit është propozuar edhe organizimi një kuvendi kombëtar, por përtej fasadës ose përtej asaj që qihet në protestë, sigurisht ka edhe reagim të institucioneve dhe të qeverisë, qoftë edhe duke presionuar personat dhe qytetarët që dalin në sheshin e protestës duke kërkuar ndërheqjen e Ramës. Do të flasim për këtë çështje sonte, sigurisht për protestën me Redi Ramaj, avokat. Redi, faleminderit që jeni edhe. Faleminderit ju, kënaqësi. Bashkohesh në kafet e Gremi, besoj që do kemi kënaqësi të diskutojmë dhe të argumentojmë edhe ligjërisht atë që po ndodh. Patjetër, kënaqësi e veçantë. Miguel Qeraxhi, nga qendresa qytetare, mirëmbrëma. Faleminderit që jemi bashkë. Faleminderit për ftesën. Faleminderit që je edhe për t'i dhënë një zë, edhe një opsion ose një dritë tjetër të asaj që organizohet nga shqiptarët si pjesë ndoshta e organizimit, nuk po e them se jeni organizatori. Jo, kam përshtypjen që kjo është edhe magjia e këtij asaj që po ndodh, është që qytetarët janë organizuar vetë, pra nuk mundet të shquash një organizator. Ka grupe koordinimi të sektorëve të ndryshëm, por që mendoj që arsyeja kryesore pse qytetarët kanë mbritur në sheshe është sepse kuptojnë që s'janë të përdorur nga dikush që mundet të konsiderojë veten organizator. Faleminderit. Drita e Gremi, faleminderit që na bashkon shpesh për të folur në fakt për atë që po ndodh në sheshin e protestës. Faleminderit ty që na drejton. Edhe pasojat e të folurës nuk janë të pakta për ata që dalin me zë dhe me figurë për të reaguar. E ke fjalën për këtë djeshme me tendën. Po, për ato e kam fjalën. Po nuk jeni vetmi, besoj, por ajo që u pa tek juve është një shembull se si qeveria ose institucionet reagojnë nëse ti guxon dhe flet. Shiko, për të thënë gjithë qeveria, për të thënë gjitha institucionet është një fjalë e madhe. Shqipëria është një vend i çuditshëm. Është një vend që ku bën biznes, bësh biznes, duhet të jesh hero. Është një vend që mlefin ose thikat ti mund t'i marrësh aty ku nuk ta pret mendja le të themi, kështu që ti mund ta kesh nga çdo kush. Ti mund ta kesh nga dikush që të ka inat, por shembull ka shkuar ka paguar i kafe, se unë jam kundër kafes, jam kundër rishfetit. Diku tek ai që ka mundësi të bjerë dhe vazhdon nuk dhe të bie, kështu që por portret të gjitha me mua nuk është më shqetëson, unë jam këtu akoma, dje isha në protest, më bërë edhe një story, ashtu jam këtu. Po ju e keni patur këtë aktivitet edhe para protestës, nuk është se të... Kemi pas probleme. Kemi patur probleme, shiko, kemi patur probleme. Nëse ti kundër vihesh, nëse ti je pak rebel, nëse ti nuk bindesh, le të themi, dhe nuk i bindesh sistemit, dhe unë e kam e këtë drejt sistemi, atëre prek disa, le të themi, disa taste, jo shumë të thjesht, që djegin, prek disa patate që janë vërtet të nxehta dhe pastaj dihet si marrin gjërat, le të themi, me inat, me një dhe me tjetër, me gjithë, si thot Vasco Rossi, io sono ancora qua. Okej. Redi, si e ke parë këtë? Besoj që nuk është rasti vetëm rasti Gremit që ka një reagim ose kundër reagim institucional. Të ndërpres vetëm për një gjë, Redi është komshi këtu, ka zyrën sipër, dhe një nga këto gjëra që neve na... Jo, një nga ato probleme që na nxjerrin ishte ke bllokuar rrugën sepse këtu është një hyrje. Hyrjen e pallatit, po, ishte qeshërake pak nga institucionet. Jo, ka një situatë, ka një problem që... Pyetja është ndjer Redi i bllokuar. Jo, më pyetën dhe personalisht për këtë. Problemi është që në Shqipëri kemi situatë që normalisht kur vjen dikush dhe investon, ndershëm, mundohet punoj ndershëm, është nga të parët cilët sulmohet. Dhe kjo është praktik prej vitesh tashmë që ndodh. Demokratike. Është shkelje ligjore e plot, por që e kemi hasur gjithmonë me biznesin i cili mundohet punoj drejt. Në këtë lagje, me qënë se ne jemi këtu të zonës dhe e kemi si përditshmëri. Ja, tash do thonë që e ka marrë Kastile. Jo,
të Jo, ftuar përditshmëria kemi prej vitesh e njohim dhe dim se si ka qenë lagja dhe si është transformuar fal disa investimeve. Dhe kjo është gjë e mirë sepse zonat caktuara të Tiranës dhe për shkak biznesit dhe për shumë faktorë tjerë kanë marrë një lloj zhvillimi i cili duhet, duke punësuar njerëz, duke transformuar zonat, duke afruar investime serioze që krijojnë vende pune apo japin mundësi të reja. Patjetër, dhe komuniteti këtë desha këtu do të dilja që institucionet këtu vendore ose të Tiranës e din shumë mirë këtë situatë për këtë lagje, për rrugën e Bogdanëve, din shumë mirë se si është situata, din shumë mirë se çfarë impakti ka pasur këtu dhe pikërisht këtu vinë sulmojnë. Pse vinë sulmojnë? Sepse janë këto mendime ndryshe, janë këto situata të kërkuarit të gjërave të bëra drejt, të bëra me ligj, kur në një kohë kontrasti ose problematika me institucionet është e kundërta. Këtu është ngritur një makineri, një filozofi e cila në Shqipëri, e cila nuk kërkon të jesh i ndershëm dhe të ecësh drejt dhe të kërkosh zbatimin e ligjit, por kërkon që kryesisht i servilosësh dikujt i cili është i fortë apo ka diçka në dorë. Dhe në këtë moment këtu pastaj fillon konflikti, kur s'ka servilosje, kur s'ka më vajtje mbas atij që është më i fortë, atëherë fillon përplasje. Jo, do ta sqaroj se them edhe pak, le të themi kush ka qenë mëkatet e mia, se unë mëkat voskre kam patur. Një pjesë e korridorit këtu, domethënë tenda që është vendosur ishte pa leje, është vendosur ato para shumë vitesh, le të themi kur gjithë vinin tenda, e vura dhe unë një tent. Kush është problemi? Është momenti që ato më thanë e mora dhe e hoqja vullnetarisht. Jo, po këtu tent ka pas historikisht, po të futemi në atë. Pra çdo biznes që ka punu ka pas një lloj mbulimi se ashtu shkon ajo. Çdo biznes Shqipëri ka një ekstra diçka. Për hir të vërtetës, jo se dua të dal tek një gjë që i përket pjesës juridike. Ato ma thanë unë e mora dhe e hoqja. Ku lindi problemi erdi? Problemi lindi tek pjesa e restorantit. Tash pjesa e restorantit ka një zanafill të tillë. Një pjesë brenda, shtahet e ca metra katror, kanë certifikat pronësie. Pjesa tjetër, trualli me vendim këshillit ministrave mua më është dhënë, më ka dalë, le të themi totali për ta paguar cilin e kam paguar, pra unë e kam paguar truallin, dhe mbi këtë truall unë kisha bërë një tent. Okej, pa leje. Në rregull? Pra, por trualli në truall timin, pra këtu mëkati është pak përgjysëm. Dhe kush është problemi? Problemi është që kjo tenta ka një 4 vite që funksionon. Dhe unë kam një 4 vite që paguaj taksa shtetit. Dhe antikapi kush është? Është që nëse këta mua për një vit nuk ma japin certifikatin e pronësisë truallit, jo për fajin tim se më pagova, por nuk ma japin valla. Unë si mundem ligjërisht shkoj dhe të kërkoj legalizimin e asaj strukture që është mbi truallin tim, sepse duhet dalë certifikata e pronësisë, unë pastaj bëj kërkesën. Dhe këtu lini konflikti i madh dhe i thash dhe atyre dhe një gjë tjetër, ju jeni duke bërë edhe një dëm shumë të madh. Dhe kush është dëmi? Ju po çoni në fund le të themi një detyrë, një urdhër, sipas që mund të jetë i ligjshëm, por duhet kuptoni edhe pasojat. Pra në momentin që se shteti për këtë gjë duhet. Ti bën një veprim, duhet kuptosh se kush janë pasojat. Pra ke më shumë të mira apo më shumë të këqija. Dhe i thash, në këtë vendin këtu, çdo ditë ham buk 100 euro. Pjesë e stafit, drekën. Dhe ti nëse i vë kaz von sot kësaj gjës, të 100 personat këtu nuk do kenë ku të han drekën. 7 veta që punojnë aty, që punojnë, do jenë pa punë. Pra ti bën një veprim të ligjshëm, po bën ose krijon 100 situata të tjera me pasoja shumë të rënda. Ndaj dhe shteti në këtë pikë duhet të mendojë të reflektoj dhe mua natyrisht më vjen që kjo është një çështje inati, sepse këtu mbrapa për shembull kemi kullën e Ice of Tirana. Aty janë 5 kate pa leje. 5. Okej? Ato 5 kate pa leje nuk u prishën. U legalizuan. A e dini sa është totali që kanë arritur të akumulojnë e themi ato 5 kate në metra katror edhe me kostot që me vlerën e shitjes që ka gjë këtu shumë e madhe. Te ligjeni thatë, është ndërtuar një hotel i madh. U ndërtua pa leje të ri. Dhe u legalizua. Do të thonë, këto janë probleme që neve na shqetësojnë dhe këto janë ato gjëra që neve na duken të padrejta, sepse duhet merremi me gjërat një herë më të padrejta
dhe pastaj gradualisht shkojnë dhe më poshtë. Dhe ajo që nuk shkon tjetër është gjitha e polici brenda. Atë thua ti këtu kishte ardhur një kërkuar nga FBI-a për vitesh, kishte bërë një 4 vrasje, kishte shitur 3 ton kokainë. Dhe dje Tirana kishte 1 milion probleme dhe pikërisht sollën policinë. Edhe këtu ishte policia e shtetit, shqiponjat, IMT, KMT, ku digjon çadre, ishin 20 veta, 30 veta. 30 veta i thash, ore, po e keni parasysh që ne ju paguajmë taksat edhe pagat e juaj për na ardhur na bëj këtë lloj terrori, nuk është nevoja domosdoshmë që të bëjnë këtë lloj terrori. Do e prishim. Dhe e fundit fare, unë nuk jam dakord as me terrorin ose me këtë mënyrën e prishjes në këtë, sepse të jep një shije shumë të keqe. A e di se do të thoja unë? Nëse një tendë është e palishme, nëse një strukturë është e palishme, bëj një dokument, drejtoju atij që e ka bërë dhe i thua brenda një periudhe X kohore, ti duhet ta prishësh. Nëse nuk e prish, ti do kesh 5, 10, 15, 20, 50, 100 milion lek gjob. Jo në ato terror, se të lë një shije shumë të keqe. Ta dëgjojmë dhe mendimin e Migenit. Referohemi rastit, po besoj që nuk do jetë rasti vetëm, po ndjes se zgjata çik shumë, doja ta bëja këtë. Po kur i referohemi rastit nuk është se ka jashtë kontekstit, nuk është se jashtë kontekstit sa asaj që po ndodh me protestën. Kam përshtypjen që ne kemi mbetur në mënyrën e evolimit të përdorimit të ligjit, kemi mbetur tek ajo batuta e famshme. Kemi ligjin, po kemi edhe maliqin. Edhe ligji në dorë të maliqit të bie edhe lehtë, po të bie edhe fort. Mirë po, kuptohet, tani raportin me maliqin përcakton se sa i fort do jetë ligji dhe kam përshtypjen që edhe në raportin me atë që ishte nisja e protestës. Ishte sepse për një pjesë të qytetarëve ishte e kuptueshme që ishte përballje me maliqin. Maliqi kishte të triqte zvar, të merrte të ishte, domethënë të lindte në dorë vulnerabël dhe kuptueshëm disa njerëz e kanë shumë të lehtë, pra ato që përmendën, që pavarësisht shkeljeve, një pjesë e mirë e shoqërisë në vendin tonë ja ka arritur të krijojë pasurira dhe ja ka arritur të krijojë një lloj arogance, shtypse për pjesën tjetër të shoqërisë. Pra ti mund të ndërtosh, kjo është e papranueshme. Po ti mund të ndërtosh, mund të zhvillosh, po ti nuk mund të ndërtosh dhe të zhvillosh duke shtypur pjesën tjetër të shoqërisë, dhe këtë e bën nën asistencën e policisë së shtetit. Ndërkohë që për pjesën tjetër të pambrojtur, policia e shtetit të vjen me gjithë furinë edhe të merr përpara dhe kuptimi i shtetit të së drejtës në çdo rast tani ne jemi një vend ku për shkak të emigracionit kemi filluar të kuptojmë shumë mbi jo vetëm mbi një shtet, po mbi shumë shtete, se si funksionon. Kemi jetuar 25 vite ndaj. Dhe nuk ka asnjë vend demokratik që pas të parën të tij, Redi mund ta di më mirë, nuk ka negocimin. Nuk mundet që masi konstaton një vepër të mos ndryshë, se këtu nuk është se po kap në flagrant shkelje të ligjit apo po dëmton dikë tjetër. Që do të thotë fazat e procedurat edhe për të vendosur ligjin siç ata pretendojnë, do duhet të jetë në fazën e parë midis negocimit. Asaj që themi që ke 10 ditë, ke 15 ditë, ligjore njerëzore. Do të bëj një pyetje megjithëse jeni të dy se më pëlqeu shumë dha një asë shumë të mirë Migenit. Ky negocimi duhet përfshi vetëm kohë zgjatin apo duhet ketë një farë themi jo masë parameron, se për një farë mirë kuptimi ose analize e situatës le themi. Jo, e situatës atje, sepse subjektive çdo situatë. Si e mendon ti këtë? Shikoj, mua më kujton një detaj shumë interesant. Unë kam mbritur në Tiranë 2005, kam filluar studimet dhe banoja tek Muslim Shyri. Ato ditë kur unë kam marrë në Tiranë, kishte një lajm, po dhe unë e përjetova dhe vetë se pa shumë njerëz të mbledhur tek Shallvaret, që ishte një individ aty, që ishte kryetari i bashkisë, pra Rama, që bënte fushat për të hequr tendat e lokaleve të Shallvarit. Dhe them, ore si ka mundësi, domethënë ky individ që ka 20 vite në pushtet dhe 20 vite unë dëgjoj lajm për heqjen e tendave, domethënë ore as kaq nuk ka arritur do të bëj që të instalojë qoftë një praktikë normale, por dukshëm është një gjë në abuzivitet dhe përdoret për marketing momental. Tek pyetja, sigurisht që ne duhet ta trajtojmë shtetin si partner të shoqërisë. Dhe për fat të keq, qytetarët në këtë republikë edhe për shkak të 45 viteve komunizëm, ne kemi trajtuar shtetin si përballë nesh.
pra si në konflikt me shtetin, pra është dikush që aty do të bëj reprezalje, do të arrestoj, ti duhet kesh frikë, duhet i fshihesh, nuk duhet i paguash taksën, ose dhe kjo është trashëguar pas 35 viteve demokraci. Pra situata duhet shteti nuk i ofrohet qytetarit si partner. Situata duhet vlerësuar ndaj dhe kryet institucioneve, nuk duhet ketë gomer, duhet ketë njerëz me një arsye të madhe. Po patjetër. Po s'ka gjë. Unë e them, mos ka probleme, nuk do ta presim. Shikoj, do të thoya që është analfabetizëm funksional. Drejtuesit e institucionit. Pra, do të jenë njerëz të përgjegjshëm. Shikoj, në momentin që dikush nuk e ka ndjeshmëri njerëzore dhe jep pura të tillë, edhe nuk është i ndjeshëm përballë themi kësaj situate, këtij realiteti. Shikoj, edhe gomarin e shkel shkon dhe ofendon, domethënë shkon për te kjo gjëja, po për ta mbaruar këtë dikush, se dje kishte historia nga më ndryshme, çfarë po ndodh, çfarë s'po ndodh, se shikoshin story janë lej. Më tha, po ja tha se më thakmi mua që ku ke shkuar protesti, çfarë ke bërë këtë ti, domethënë u trasha ai shumë sa moment caktuar tash e di që shpunë tash i thash njërit. Por tash jo këtë të më bëshni mua, po çfarë të më bëshni mua? Ti mua fjalën e lirë nuk ma i thot nga goja, sepse e para njërin e kemi ikur 16 vjeç nga shtëpia, dhe lirinë dhe pranat i kemi hequr me kohë. Zdyti, kemi jetuar shumë vite në vende që janë shumë të lira dhe ne nuk do rikthehemi më kurrë tek mundësia e jote, kështu që mua fjalën e lirë dhe dëshirën time për protestuar, jo sot, po ndonjë protestuar. Absolutisht po, dhe ne jemi njerëz që ne protestojmë çdo kohë. Këto janë kohëra shumë të mira për të protestuar në Velalice. Se kur shef 50.000 veta aty me rrezë emra, apo jo? Nuk kam protestuar, u kam qenë tek pull. Nuk ose ma kanë ndier shumë për këtë gjë dhe redi e di dhe demokracia duhet nis nga kjo, duhet nis nga fjala e ligjit i duhet vënë njerëzve. Po, duke i referuar asaj që tha zoti Gremi, Redi mendon që vërtet e kanë vrarë frikën shqiptarët që doren në sheshet e protestave. Unë kam bërë një shkrim në ditët e para, shqiptarët e vranë frikën dhe nuk ka kthim më pas, dhe më rezulton që e kam pas të saktë analizën deri tani, shpresoj që të funksionojë edhe më vonë. Po vërtet mendon që e kanë vrarë frikën dhe përtej kësaj frikës së vrarë, fakti që po tentohet të mblidhet një kuvend. Unë mendoj që me masiviteti i qytetarëve në çështjen e protestës është i tillë për shkak se nuk ka patur kuvend proteste. Do të ashtu një i gabuar, unë doja të ndim. E para herë protesta është gjëja më e mirë që ka ndodhur në Shqipërisë, besoj unë 36 vite. Është manifestim që dhe ajo që thoni ju, pra atë që është vrarë frika, po dhe shumë më tepër. Unë mendoj që shqiptarët nuk e durojnë, treguan me protestë që nuk e durojnë dot shtypjen, nuk e durojnë dot arrogancën. E kanë duruar, po kanë vuajtur, nëse mund ta themi kështu. Pra kanë duruar, kanë sakrifikuar, janë përpjek shumë që të ndryshojë gjëja. Pra sa kanë mundur, një pjesë e madhe e shqiptarëve, shumica kanë shkuar në emigracion, janë rikthyer prapë. Dhe sot prapë në 2026 me 1 milion situata dhe probleme e shohim veten prapë të fundit në Europë shqiptare dhe pam veten prapë të vjedhur, të shtypur dhe u detyruan edhe një herë të rikthehen protestës masive. Dhe kjo është gjë më e mirë, e ritheksoj, që mund t'i ndodhi qytetarisë shqiptare, demokracisë shqiptare. Pjesa pastaj tjetër se si përkohet një kuvend, ndoshta e nxjerr pak jashtë rregullave të lojës. Kjo, shiko, këtu futemi pastaj në një çështje tjetër politike se si do zhvillohet protesta ose si duhet që protestuesit ta mbajnë gjallë ose të mundohen ta kthejnë dhe në një kaos më të gjerë se sa vetëm protesta, sepse ajo është politike, s'mund ta themi për shembull si mund ta zhvillojmë politikisht, se manifestimi Dalian Rupçov dhe 2 persona, siç e tha Dritani, tregon që ti kërkon një të drejtë tënde, kërkon të vendosësh diçka, kërkon demokraci. Dhe këtë po bëjnë protestuesit. Tani si do zhvillohet dhe si mund të shkojë në një nivel tjetër me kuvend, me një forcë apo me një frymë intelektualesh, me disa ide të mira politike që të ndryshohet Shqipëria, me presion politik të këta politikanë që janë aktualisht që dikush të bëjë një hap mbrapa, të jepet mundësia nëpërmjet rrugëve apo institucioneve që të ketë ndryshim, duke ndryshuar disa ligje të rëndësishme që është hedhur si ide që prapë do jetë diçka e mirë për shqiptarët. Të gjitha këto bashkë duhen parë
më me kujdes, nuk duhet i jepet vetëm rrugës kjo zgjidhje, mendoj unë, duhet jetë për te vetëm protestës dhe atëherë do kemi një situatë që besoj kërkon dhe një kohë tranzitore, nuk bëhet sot për nesër, nuk bëhet sot për në shtator, kërkon një kohë më të gjatë, kërkon që dalin dhe disa intelektualë në këndvështrimin tim, që nuk po dalin dot, që të artikulojnë tezat e tyre se si e shohin Shqipërinë. Ti je dakord për këtë gjë për shkak një moment caktuar, situata caktuara kërkojnë që njerëz elita të dalin në krye të protestës, të marrin, jo t'i marrin në dorë të mund, por që të kenë aftësinë dhe mundësinë t'i artikulojnë ose t'i kanalizojnë, t'i orientojnë problemet e njerëzve. Sepse dhe kaotike nuk mund t'jetë gjëja. Unë kam një analizë që e poshtat shkrimin tënë për vrasjen e frikës. Nëse po e bëj pak kështu. Okej, je mirë pritur dhe ndoshta për ju se tash në fillim të kësaj interviste ne parashtrojmë argumente. Po, sigurisht. Sigurisht unë nuk kam domenin e së vërtetës, por thjesht kam një perspektivë tjetër të analizës. Unë mendoj që qytetarët shqiptar prej 90-s mendoj që i kanë larë duart në raport me frikën. Dhe kam besuar gjithmonë që në Shqipëri ka pasur gjithmonë një masë kritike të mjaftueshme për të protestuar në raport me problemet që ndodhnin. Dhe nuk e kam llogaritur asnjëherë frikën, megjithse kam menduar që partitë politike përgjithsisht janë referuar mungesës së mbështetjes së qytetarëve, duke pretenduar që kundërshtarit e tyre politik kanë ngjallur frikë. Pra, vetëm të them diçka. Të themu një rast për shembull, ti nuk e njisi përmarrës protest. Jo, ka disa si përmarrës protest. Kush janë? Unë të paktën i kam identifikuar disa. Sa? Po se nuk më takon ti po thjesht po e bëj kështu. Nga dhjetori dolën disa skandale, dolën Nakshi, dolën Balluku, u shtua kritika si thua aktore për të u ridën çmimi i naftës, edhe u ridën aktore thonë po mirë, më ç'është ky vend që nuk reagon asnjëherë, mos si ka mundësi këtu nuk po do ta asnjëherë. Ishim pa shpresë. Fillova të masja se sa protesta kishte në vend, edhe për shkak të natyrës që isha interesuar, dhe më rezultonte nga dhjetori deri para protestës që ndodhi e madhe, në Shqipëri kishte një ditë po, një ditë jo protestë. Ku? Në Riol? Po e them kështu, po e them në grupe të vogla, në grupe gjysmë të mëdha. Njëra Adriatiku, njëra Sali Berisha, njëra Pogradec për ca fotovoltaik, njëra në Riol, në Vlorë për tubin e ujit, në Librasht, në fermerët. Shiko, po e them edhe një herë. Po them qytetarët të pa organizuar, një ditë po ose një ditë jo, në territoret të ndryshme protestonin për gjëra të vogla, që do të thotë në një farë mënyrë, edhe ajo biseda që bënim ne në kafe ose që bëjnë qytetarë në kafe, është një farë formë revolte, po e pa artikuluar. Ajo që mungonte në vendin tonë ishte krijimi i mjedisit për një përbashkim politik. Askush nuk po shpikte dot genialitetin ose kreativitetin politik që t'i mblidhte gjithë këto prenj. Dhe si ndodhi kjo? Kush i mblodhi këta? Kjo është pyetja e bukur. Këta i mblodhën dy siguresa, që mendoj unë nga analiza ime tani. Për shkak të dy siguresa. Kjo është amendje tani apo është janë fakte që flasin? U krijuar kushtet që njerëzit të përbashkoheshin në një vend të caktuar. Një ishte slogani Rama-Burg, Berisha-Burg, që le të themi përbashkonte ose poziciononte qytetarët kundër establishmentit politik. Dhe e dyta është që ata nuk u ndjen të përdorur. Pra nuk ishte asnjë parti politike, as shoqëri civile, as një individ i caktuar që të merrte përpara dhe qytetarët të reflektuan që këtu si as i përdorur, po edhe kundër establishmentit politik. Dhe këto më mendoj që ishin kushtet ideale për të krijuar një lumë që mbledh gjithë prejnë brenda një. Ka nevojë për një kuvend për ta adresuar. Kjo është pyetje tjetër. Unë mendoj që jo, definitivisht. Unë mendoj që jo. Në këtë shiko, është e parakoshme tentativa për të bërë një instrument politik për këtë protestë. Unë mendoj që kjo protestë është aq e madhe sa të bëj vetëm një gjë është shumë e vogël. Mbarset mali dhe pjell vetëm një mijë. Për shembull, të bëj një pyetje drejt për drejt, dje protesta çfarë prodhoi? Unë isha protestë dje. Protesta në 31 ditë ka prodhuar shumë. Një nga ato është shkolla e reagimit qytetar. Njerëzit kanë instaluar një sjellje të re në qytet
Dhe përveç opozitës dhe pozitës, ti ke sot edhe një instrument. Po qa- Vlerësoj partitë e vjetra në Shqipëri. Ndjes, o Migen, po ç'a do thot heqjen e një mandati Migen, të Partisë Migen, Socialiste? çfarë do thot qytetar? Ajo ka ikur para sy e tjera. Po është ngjarje politike ajo. Po mirë, në rregull, se ka bërë protesta tash kur flasim për agime. Për zyrat e hetimit të intensifikojnë procedurat le themi të investigimit. Kur flasim për këtij muajit janë sekuestruar 650 milionë euro. Nga kush? Pas paku. Po nga protesta? Nuk e Po di s'ka unë, lidhje nuk protesta, e di, jo. po Po mirë ta the. konteksti. Po jo pra jo, nuk konteksti. lidhet fare, jo. Po do bëjmë çik kështu tani, më kupton? Të zëri jot që Okej. Po ta bëjmë të bëjmë çik japim çik. Do t'japin, jo dëgjoj se po edhe për ju moheshim tash. Të marrin spaku me goditje që ka bërë doze kanë ardhur gatshme nga jashtë. Përkthyrat, kopsiturat, notarizuara, të apostiluara, këta vetëm kanë marrë, kanë redi duhet ta di mirë këtë gjën. E dyta tham Po që jam i hoqe këto, e dyta tham për Miguel, nuk varfërohet. e dyta tham, po jo po koha shihet. Domethënë momenti ti mua më thua hajde në shesh, unë do lop gjithë punët e mia, se kemi shumë punë. Unë ose do t'i heq kohë vajzës time të vogël. Po për shembull, Asaj do e heq. Ka thirrur. Ku? Vetja. Ku? Çfarë do Kush ka thënë që të dalësh? Mua më kanë thirrur, më kanë thirrur. Cila është arsyeja që të nxjerrësh? Tash mos ma bëj vjetër se e mora vesh, mos më bëj psiongu më bën pyetje tani. Unë e di shumë mirë për çka kam shkuar atje. Më kam evokuar të gjithë problematikat e mia, i kam përkthyer edhe në pankarta, por problemi ynë që jemi sipërmarrës, di kush është, që ne jemi shumë koshient për çështjen e kohës. Ne dimë që koha është jetë. Ta kuptojmë gjithë. Koha është jetë dhe ne nuk mund shkojmë të grim tallash kot, më fal, në kuptimin pak metaforik të gjës, por ne duam të konkretizojmë. Që do të thotë, problematikat e mia, Dhe mund ta bësh këtë. po e kemi bërë, por nuk ka zë. Edhe e di çfarë më vjen keq për një gjë, ka një energji shumë të bukur, ka njerëz të mrekullueshëm. Unë nuk arrit dot më të përtyp 4 sloganet që to kanë, se po më vjen bota vërdalla. Rama Burg, Berisha Burg, Orion, Olegen, Ajo është deklarat pozicionimi. Po çfarë do të thotë kjo më buri dhe ore nuk e kam këtë hall. Un kam hallin tjetër. Un kam një hall për shembull. Un kam një hall. Pozicionimi që mbani pozicion, nuk ka. Po jo më po shiko, kjo është vërtet të Mirë, sa ata janë protestues. është vërtet të konsumosh kohën kot. Tani pse them që ka nevojë për elita? Edhe pse është shumë i rëndësishëm faktori Këtë si dalim kundër. pse është i rëndësishëm faktori kohë. Duhet të evidentojmë problematikat e gjithë target grupeve të njerëzve, nga pensionistët, tek mësuesit, tek policia e shtetit, sipërmarrësit e kështu me radhë, duke evidentuar pastaj problematika, duhet dalim me përgjigje me propozime konkrete që duhen bërë nga njerëz turtë të zgjuar, në mënyrë që aq sa të mundim, me këtë zë kaq të fortë, ne duhet patjetër që duhet të ndodhë prej asaj. Do me thënë prej asaj energjie mund të i kërkuar nga ose e thon ndryshe. Ti më the mua që 31 ditë nuk janë shumë. Ti më thua mua atë që kërkojnë. Shiko, unë jam njëri që punoj 18 orë në ditë, domethënë nuk jam i lodhur. Unë punoj lufta është me kohë, nuk e sikur 31 ditë. Jo, ne jemi goxha të ndritëshuar që dimë që kemi dhe një jetë biologjike që një ditë do jemi më. Domethënë në kuptimin që kur shkojmë i dedikoj kohën time dikujt ose diçkaje, i kam bërë dhuratën më të mirë. Sepse e di shumë që po jap veten time, po jap shpirtin tim, më kupton? Ndaj dhe duke rikthyer sërish tek gjëja. Un jam për të ngritur zemrat e njerëzve, që do të thotë, atje në shesh, dje mund të kenë qenë 3000 veta, 4000 veta, 5000 veta, nuk e di sa kanë qenë dje. Pjesa më e madhe e Tiranës ka qenë në shtëpi, pjesa më e madhe e Shqipërisë ka qenë në shtëpi. Nëse nuk evokohen problematikat e njerëzve, të sipërmarrësve, të pensionistëve, nuk do t'i ngresh kur zemrat e njerëzve. Dhe ato slogane janë bërë aq bajat, sa që për mendimin tim janë mërzitë e njerëzve duke dëgjuar. Ky është problemi që kam unë. Dhe këtu nuk bashkohen me gjën. Shiko, normalisht kjo është një gjë, protesta i ka kap gjithë në befasi, nëse mund ta them. Po 31 ditë befasi tash drejt ta haj. Jo, prit. Flasim do të jetë shumë i përgjumur. Flasim të shërosh 36 vite në 31 ditë. Pikërisht, pra është e pamundur. Po unë mendoj, për shembull, tash ne kemi frikë nga hapi para tani, kush është problemi? Se ndryshe dhe paraqikojun pastaj them që kanë dalë aty për të heqë kokën njëri që shkojnë vetë.
Shiko, ta shtjellojmë se ka shumë paqartësi perspektiva dhe të gjithë besoj kemi gjëra që i kemi terta. I kemi terta. Ne kemi diskutuar dhe me Migenin dhe me Dritanin, kemi diskutuar para protestës që ishte situata e pashpresë. Pra çfarë do bëjmë në të ardhmen dhe askush nuk e parashikote që do të çohej një grup i madh njerëzish dhe do protestonin shesh duke e tërhequr vëmendjen maksimalisht dhe të kryeministit. Kryeministi sot është shumë i trembur nga protesta. Po ne s'po i themi asgjë kryeministit. Çfarë duhet ndryshojë ai? Pse po proteston ti popull? Ta them si e shohun. E para herë kryeministri. Kushdo kryeminist qoftë. Ai thonë jam me votë. Unë them si duhet, Redi po thotë ta sensibilizojmë, si sensibilizohet kryeministri. Shiko, ka një problem. Në momentin që një kryeministër qëndron 13 vite në pushtet, siç është kryeministri jon, kushdo qoftë. Po s'është argument ai më. Ja, pra se du ta është i lodhur thua ti, po. Jo, ai do të thonë i lodhur. Jo, nuk është çështje lodhje. Ai është bër i pagabushëm. Jo, është lodhur. Ai ishte i pagabushëm deri ditë. Ai mendonte që ishte i pagabushëm. Sepse e besonte, jo. Se është çështje, ai e besonte vetë dhe njerëzit që kishte vërdallë mendonin të pagabushëm. Dhe protesta i solli një gjë tjetër, pra në përgjithësi mentaliteti i njerëzve që rrin gjatë në pushtet i liderëve fillon dhe kthehet në mentalitet diktatorial. Dhe ai më thot tash, më thuaj ku ka gabuar, çfarë duhet ndryshoj. Prandaj sepse ka parë një situatë dhe një reagim shumë të madh dhe ka parë që janë nxjerr problematika të mira, të sakta në pa dhe shqiptarët janë në nivel të keq. Tu jemi dakord, nuk i kanë nxjerr, nuk kemi nxjerr problematikat. Ky është problemi. Po pra janë problematikat, kanë dalë, kanë shpërthyer. Nëse thuhet, shiko, kryeministri vazhdonte dhe ndërtonte masivisht dhe jepte çdo zonë. Rama jepi dorëheqjen, është problematike. Rama Buk Berishamburg është problematike. Është deklaratë politike. Unë them që rënja e erës është problematike, korrupsioni është problematik, administrata është problematike. Ja, një sekond. Kanë identifikuar që këta përfaqësojnë sistemin që nuk ka punuar për ta. Dhe do se ka një problem. Kush e përfaqëson administratën? Dhe do mblidhet ku vendi tash, do zgjedh një ram tjetër, do heqim Ramën dhe Rama tjetër merr pushtetin dhe vazhdon jetën e qetë me gjithë sistemin që ka. Nuk është kjo zgjidhje. Vetëm një gjë, kush e simbolizon? E ngasmoj pak tani. Kush e mban administratën në fuqi sot? E mban kryeministri. E mban Rama. Po, Rama, për mua e mban Rama. E mban Rama dhe modeli politik i sjelljes së gjithë politikanëve që kanë përdorur administratën për votë. Shiko, ti ke këtë lloj administrate sepse kjo ka dy zgjidhje. O do jesh militant i njërës parti dhe ti të marrësh të kapësh një punë në shtet, dhe si do e mbash punën në shtet, do e mbash duke goditur çdo biznes, çdo qytetar, çdo duke patronazhuar dhe duke përpjekur të fitosh maksimalisht sepse ti punën e ke të dhuruar, nuk do t'i artikulojmë të gjitha këto ne. Ja pra, kjo kërkon fryen maksimale të administratës shtetërore Bashkisë Tiranës. Do bëjmë një analizë për shumë me ekspert sa njerëz i duhen. Protesta ka dy anë. Ne duhet diskutojmë çfarë mund të bëjë një protestë. Dhe një protestë nuk është një konferencë akademike ku dikush del dhe flet për dhe japi mendime më të zgjuara. Do sigurisht. Ai është një ekstrakt, me protestën njëherë ti kupton që ke palë. Pra deri më sot kryeministri mendonte që qeveriste dhe ishte i dashur për pjesën më të madhe të shoqërisë. Sot ke një palë. Pra sot edhe nëse kryeministri nuk rrëzohet, pa ke fjalin nuk rrëzohet, që do të thotë është dikush që po përpiqet ta rrëzojë. Që më përpara nuk ishte identifikuar. Po kush është qëllimi tash, që rrëzojnë kryeministrin apo të ndryshojnë vendin më igen? Shiko. Se këtë gjë duhet ta kuptoj. Nuk ka asnjë herezi të rrëzosh kryeministër, sepse kjo është gjë më normale që mund të. Po do vi dhe patjetër do ikë ai, do rritë jetën aty, po nuk bëhet fjalë kjo. Tani qytetarët kanë identifikuar dy individ si bllokues të sistemit dhe njerëzit të cilët i kanë keq përfaqësuar dhe kanë vënë një barazim midis edhe atij që qeveris dhe atij që është kryetari i opozitës që shpreson dhe pretendon se do të qeverisë. Në këtë moment, unë kam përshtypjen që mesazhi është i qartë. Në protestë dalin njerëzit kur nuk janë të përfaqësuar. Prandaj në çdo vend të Europës nuk është se i bën protestat një parti politike, se partia politike është e përfaqësuar, pa e ka zërin në parlament, ka instrumentat e tij të përfaqësimit. Dhe ti thua që gjithë ato që janë aty janë njerëz që nuk votojnë. Janë njerëz që janë të papërfaqësuar, që interesat e tyre nuk përfaqësohen. Pa kur ti thua komuniteti i biznesmenëve kanë 1 2 3 4 5 gjë si përmendë. Ato mund të jetë votues pa dës, po s'po. Unë besoj që aty ka edhe
votues të PS-s. Madje më duket zhvillim shumë negativ kur shikoja dje për shembull disa episode kur ishin vënë një zonë që mendonin se ishte patronazhiste. Unë nuk e di, ajo mund të jetë. Po kjo luftë dhe kjo betejë nuk fitohet. Dhe kjo është ti duhet ta fitosh këtë betejë kur e kthejnë patronazhistin në ndjekës të kësaj kauze. Jo për ta përzërë se ne jemi gjithë shqiptarë, ne do bëjmë vrasje. Kush është patronazhisti? Problemi është se si krijojmë hapësirën demokratike të mundshme që edhe ai që është votues i Partisë Socialiste, dhe ai që ka qenë i PD-s, edhe ai që i ka shërbyer në forma ndryshme, të vijë dhe ta kuptojë që erdhi momenti që kjo nuk shkon kështu, dhe anija mbytet për gjithë, jo vetëm për atë që është patronazhist apo jo. Në këtë shembull është mendoj që është e parakohshme shumë shkurtë për të ndodhur këto që ju thoni, megjithse unë bie dakord që tani shumë gjëra duhet artikulohen dhe duhet lindin. Unë jam i bindur për një gjë. Po lindin. Unë jam i bindur për diçka, po ta lindin drejt ai se duhet kishin lind 2 fëmijë drejt ai. Jam 35 vite drejtan, besoj që jam 31. Ne si përmarrësit kemi hapin shumë të shpejt. Ne vrapojmë shumë. Nuk jam gjithë si përmarrës. Kjo ishte batuta ime, po dua të them diçka. Unë mendoj që në fund të fundit do vi një moment që ne në një tavolinë, ata, kushdo që tjetë, do ulen për diskutuar, për të negociuar, për të ndryshuar dhe për të vendosur gjëra. Domethënë, ky moment që ti thua që është shumë i shpejt për të ardhur, unë besoj që ose më mirë kjo formë kaotike të bërit protest do kanalizohet, do orientohet drejt një tavoline me kërkesa të mirëfillte. Por në fakt kryeministri këta njerëz a di pse është kaotike? Sepse më jepin sepse jo, nuk është e qartë, se për shumë mua më përfaqëson vetëm në pak gjëra, jo në të gjithë problemet e njerëzve. Domethënë, nëse një protest nuk arrin dot të orientojë problemet e njerëzve, të ngre problemet të zemrat e njerëzve me problemet që kanë, ajo protest është kaotike. Ndaj dhe unë them që ngritur zemrat e njerëzve. Po me çfarë me ulurimat. Unë të them, hajde të ngrenë gjithë padrejtësitë që i bëjnë këtyre njerëzve. Nuk i nxjerr nga shtëpia, nuk i heq nga kafet, nuk i merr nga diaspora këta njerëz, nëse nuk i prek gjëra të problematika caktuara. Kjo është bindja ime. Në fakt, kishte diçka për shkak. Edhe duhet artikuluar, i duhet vënë një emër tash. Për çfarë po dalin, për çfarë po luksojnë. Atë qasjen që ka pas kryeministri. Shqipëria e tash është në fillim e mori si me qetësi, pastaj filloi bullizoi artistët, bullizoi njerëzit që shkonin në protest, më pas gjatë ditëve të fundit ose gjatë po e them 2 ditë të fundit, ka deklaruar ose ka shkruar në rrjetet sociale, sigurisht është etiketuar, ka etiketuar. Kjo është gati për të negociuar, po. Jo, ka etiketuar pjesëmarrësit në protestë duke i bërë profilin publik, le të bëj profilin e ministrave dhe njerëzve të tij, po kjo është çështje tjetër. Dhe çfarë shkruan, ndërsa Korja e shpifur që ka bërë bashk plot dështak të zemëruar të Shqipërisë. Truri lloj personazhesh që japin mend që si kanë dhe shfryjnë dufe e mllefe për të cilat s'ua ka fajin askush veç vetes. Duhet parë e treguar pas një ngurim me sy. Shëmbëltyra më zeze e alternativave politike të këtyre 35 vite. Pra, kryeministri sillet sikur nuk po ndodh asgjë. Është e turpshme për kryeministrin e një vendi që protestuesit ndaj çështjeve krejtësisht drejta, hajde marrim ti pyesim gjithë shqiptarët çfarë problematika kanë këto që po themi ne, dhe nëse nuk i kanë, nëse kanë një administratë perfekte, se kanë ekonomi perfekte, nëse kanë paga të mira. Normale më perfekte. Normale. Nëse kanë diçka, jemi vendi i fundit në Europë në çdo aspekt. Ja kam thënë çdo deputeti që kam pas përballë, thotë kemi bërë këto se para se Berisha, ne jemi më mirë se Berisha, ne vazhdojmë jemi të fundit në Europë dhe kryeministri duhet i vi tur për këtë. Jemi shteti më i korruptuar i Europës. Jemi shteti më i varfër i Europës. Pra po bëre diçka për ekonominë për çfarë i kryeministri. Dhe të sulmosh protestuesit do të thotë se je diktator. Pra, dikush del dhe thot një mendim, shpreh një pakënaqësi dhe ti direkt e etiketon. I bën dhe biografinë më keq akoma, që thua ky është këtu, ky është atje, sikur gjithë njerëzit do të jenë të kulluar, ata që dalin protest nuk duhet të kenë pas fare të kaluara, nuk duhet të kenë pas asnjë cent në jetën e vet. Po gjysmë kabinetit është brenda. Patjetër. Ti ke 1 milion probleme, korrupsioni, vjedhje, zvendës kryeministra etj. Tani këtu do vendosin një standard, se këtu ngacmove për shembull. Ta mbaroj redi. Jo, po se bëhet më e bukur kështu. Vazhdojmë. Do vendosin një standard për shembull tek ndershmëria intelektuale ose njerëzve, për shembull, në qeveria e re, ai që do vinë 4 vitet të propozojë një ligj. Jo do thoni është shpejt, por mua nuk është shpejt, se kur ka forcë, kur ka njerëz në shesh, gjërat bëhen më kollaj. Bërtitet shumë ka forcë. I cili imponon ndershmërinë e një personi
që zgjidhet në parlament Po është ligji dekriminalizimi. Shiko, vota për mua është gjë më e mirë. Të jetë votë e lirë dhe e ndershme. në një provë bashkë me ndershmërinë, të dalë aty publike. Shiko dritan. Ç'a vuajmë ne sot? Ne nuk e dim kë kemi deputet të zonës. Ne nuk e dim se si fiton zgjedhjet një parti X çrënci. Jo, po do ngelemi çik tek ndershmëria. Ne kemi njerëz parlament për shkakun që janë të akuzuar apo jo. Kemi kryetar bashkie që janë është ligji dekriminalizimit që i pastron si precedenti ose më mirë rregulli një sipërmarrësi e di kush është suksesshëm, ai i cili nuk ose më mirë të gabosh një herë thotë një sipërmarrës i suksesshëm është në rregull, të gabosh dy herë nuk është në rregull. Dhe të gabosh dy herë di kush është që ne mos marrim shkas nga ajo që po ndodh tani në parlament me Bashkinë e Tiranës për bashkisë, okay, duke lënë ose duke kaluar si të mirëqënd dhe themi, ose si normale, që një deputet, ose një parlamentar, ose një kryetar bashkie të vazhdoj të rinë postin e vetë momenti që etiketoj për një diçka. Ku duhet dalë me këtë? Unë mendoj që duhet të artikulohet dhe duhet të propozohet një projekt ligj, i cili thot shprehmisht, në momentin që ti o vllai i dashur, nominohesh për një gjë të caktuar, ti automatikisht shko dhe lë postin tënd deputetit, të ministrit, të kryetarit bashkisë dhe kështu me radhë. Dhe me këtë unë e mbylla. Jam shumë dakord. Jo vetëm një ligj. Besoj duhen shumë ligje, duhet forcojmë një lloj mentaliteti që Shqipëria duhet udhëhiqet nga ligjet. Kjo është më plus, pra përveç. Jo, kemi të mira, po jo vetëm që duhet jenë zbatueshme, po këtu pra fillon problemi i madh. Sepse ata që duhet i zbatojnë nuk i zbatojnë. Po ata që duhet i zbatojnë kundër vetes një herë sot. Dhe ky është defekti. Ata e kanë marrë pushtetin që mos ta zbatojnë ligjin. Ai nuk e merr pushtetin që të zbatojë ligjin. Dhe rotacioni dhe vota dhe vetëm një lloj ndershmërie politike na çon drejt një përmirësimit të sistemit. Ndryshe nuk e përmirësojmë të sistemin. Sot me këta që ka Edi Rama në administrat dhe vetë ministra, deputet dhe edhe partitë e tjera, edhe Berisha para 13 vitesh, mirë ato ligje sa duash paket. Dhe unë prapë do të kontrastoj këtu. Edhe do të them, do të bëj një pyetje, do të bëj disa pyetje. Dalin të marrin sistemin e drejtësisë që ti e njeh shumë mirë, je avokat. Përpara se të vinte Edi Rama, drejtësia ka qenë e korruptuar apo nuk ka qenë e korruptuar? Ka qenë e korruptuar dhe tash është më shumë e korruptuar. Po ka qenë e korruptuar. Patjetër. Okej, kush ma garanton mua që mbas kësaj ajo drejtësi nuk dhe sërish e korruptuar? Një shoqëri që një garanci. Vetëm një gjë shkurt mikë. Se ne këta politikanë nuk dalin nga, nuk është se ne na vinë edhe na importojnë. Atëherë që të jem ajo që po ndodh sot është që ti po formson një sjellje shoqërore që ka një vedije politike dhe ka çaj ndodhi një partnerit të Erion Velia që i bërtisnin njerëzit në rrugë. Domethënë mua nuk më vjen mirë që njerëzit ndodhen në këtë situatë, por duhet patur parasysh që kur je një njeri i korruptuar, ka edhe kosto sociale, nuk ka vetëm kosto ligjore. Atëherë, mirë, ta bëjmë në pallat, ti nuk duhet të jesh heroi kur vjet. Duhet të jesh njeriu që të bëjnë me gishtë dhe që të kesh vështirë të dalësh në qytet. Ai njeriu që punon duhet të jetë heroi, po kjo është pjesa morale. Një shoqërie me vedije reagimi dhe politike është duke ndodhur sot. Dhe ky është procesi që mendoj është një rëndësishëm. Vedia e shoqëria është një stat shumë i lartë, le të themi, nëse ne mua më pëlqen shumë anarkia. Anarkia është bërë për njerëz vedishëm, me një vedije shumë të lartë. Kështu që në këtë pikë e kam ndarë mendjen që shteti i drejtës dhe ligjet për mua janë gjëra më e mirë. Po do ta bëjmë më konkrete gjën tek sistemi i drejtësisë, e ta bëjmë më shumë analitike, që të funksionojë një diçka. Dhe kjo që unë thash më parë, mos ndodh më, duhen precedent. Kush janë precedentët? Duhet që të kemi raste ose hipoteza ekstreme. Jo ekstreme, po duhet kemi dënime dhe dënimet e di për ko duhet nisin për ata njerëz edhe për ata njerëz që nuk reagojnë. Po jam pranë 6 vite që 67 zyrtar të nuar nga Spaku. Spaku është vetëm 2% e dosjeve në Shqipëri. Ti e di që 98% e dosjeve i kanë prokuroritë e Tiranës e tretave. Janë 200 dosje që nuk funksionojnë. Atëherë do flasim për këtë, do flasim për këtë gjë. Ka një gjë se kalojmë prapë te drejtësia se është 98% e dosjeve i kanë prokuroritë e rrethave të Tiranës. Me një fjali për kryeministin. 2% ka. Protesta. Se ne mendojmë se Spaku është te pyetja nduele se kryeministi ka humbur një gjë shumë të madhe nga protesta që ta rikthejmë prapë aty.
ka humbur pozitën ku ishte ai I cili sulmonte dhe tallej me tjerët, kryesisht me opozitën, është kthyer ai tani I sulmuar dhe I qeshur dhe I tallur nga protesta njësoj si të gjithë politikanët e tjerë. Ai nuk bën më diferencën. Ai nuk është më ndryshe, politikan ndryshe. Ai është një politikan njësoj si të gjithë tjerë. Edhe ai e di shumë mirë që asgjë s'është mos I përpara gjë kanë ndryshuar. Për një pyetje, si ke parë reagimin e Ramës gjatë gjithë kësaj kohe, prej më shumë se një muaj, shumë shkurtër dhe besoj u e zaru një pjesë e madhe, por në këndvështrimin tënd, për të marrë më pas dhe nga një opinion për sa I përket eurodeputetëve që folën në parlament në protestë. Shiko, Rama ka bërë një metodologji të çmontimit të protestës që tashmë është e njohur. Përpiqen gjithkohës që t'i japësh protestës një fytyrë tjetër nga ajo që është. Dhe themi baza kryesore e protestës së sotme është që ajo nuk është marrë asnjë ditë me çka e etiketojnë, por është marrë gjatë gjithë kohës të tregojë se çfarë vlerë dhe çfarë përfaqëson. Pa nëse qytetarët kanë bërë një protestë 31 ditë paqësore, që është shumë afër vlerave europiane, nga ana tjetër kryeministri nuk I ka zënë vend kur ai thot grek, iranian. Nga ana tjetër protestuesit kanë treguar që ndërkohë që ai thotë u dëmtua turizmi, në atë protestë gjen një entuziazëm të jashtëzakonshëm të turizmit dhe për herë të parë shqiptarët ndërkombëtarisht për turizmin ka një aset të madh që është flamuar. Por ka organizata të mëdha në botë që mundohen për të drejtat e njeriut që s'kan këtë Çdo televizion ka folur për protestën. Këtë fuqi kaq të madhe marketimi, Dhe protesta e ka bërë. Ndërkohë që ai pretendon ti thot protestës që është pa kreativitet politik, pa ndonjë, domethënë çfarë ishin ato fundëlia, ndërkohë që protesta I ka mahnitur të tërë nga aspekti I kreativitetit dhe le të themi I aftësisë për të sintetizuar në një meme të gjithë hallet do ta arrin diçka konkrete apo do me se kjo është pyetja. Konkrete ti nuk je përgatitur për t'i pranuar. Ai ke ndjerë vetëm herë si të shtakin të shëruar këta në protestë? Shiko, jo, absolutisht jo, edhe për vetë faktin se unë nuk jam njeri që burizoj nga askush, kështu që mua nuk më prek, po një pyetje do të bëja unë rri shumë larg atij megafonit atje. Që menaxhon diku. Ore, të bëj një pyetje. Kush është menaxheri I megafonit? Se I kam rënë një ditë për qark nga kryeministria, pas sa të gjatë aty me qeleshën e mjekër që thoshin tipo tio, shtyheshi kështu futem unë. Kush janë ato më burr? Domethënë, me çfarë të drejtë ata bëjnë selektimin e gjës? Di Miguel. Jo, më shikoj. Më fal, më fal. Në 31 ditë nuk kam arritur dot të dëgjoj asnjë fjalim sepse ka qenë jashtë dhe kam përshtypjen vetëm për 10% të popullatës. Edhe unë dini mendim, kam arrit ta dëgjoj. Ata arrin ta dëgjojnë, që do të thotë popullata që popullon protestën. Po të them një gjë, nuk vjen për fenim. Domethënë megafonin nuk ka impakt. Kemi një impakt tjetër që askush nuk e kupton. Ai që flet aty është I lidhur 24 orë me News 24 dhe me televizion e tjerë. Ai kupton me impaktin mediatik që ka, si në televizion, edhe ashtu në rrjetet sociale. Dhe ata e din këtë gjë. Dhe ky është algoritëm. Tani që ta megafoni do të ngeni s'ka ndikim tek popullata. Popullata që e po më lër aty se 2000 vete aty, pa ato që I ndjekin në rrjetet sociale janë 200.000, 1 milion. Komunikimi publik është I rëndësishëm dhe edhe un kam le të themi një lloj brenge që mesatarja intelektuale të turmës nuk është duke u përfaqësuar mirë në mesataren e folësve. Po si bëjnë vëllë nga gjatësia, një burr, një grua. Unë edhe I kuptoj ata, te çmimet kam qenë vetë në pozitën e administrimit të le të themi të mikrofonit dhe është një mund dhe një betejë jashtëzakonshme sepse ka shumë njerëz që kanë halle prej shumë vitesh dhe më besoni mua në 2000, domethënë para 4 vitesh kur kemi bërë çmimin, më vinin njerëzit që më kërkonin megafonin me certifikata pronësie. Vetëm se donin të flisnin. Bëheshin të agresiv dhe të dhunshëm nga nevoja për të folur. Si do ta kuptojmë kush e Dhe ne duhet të kuptojmë, domethënë ne nuk mundet që të kërkojmë ekselencë në një turmë aq të madhe. Ato dalin këtu selektiv. Disa grupe koordinimi. Selektiv duhet të jemi të dalin pak të certifikata pronësisë.
që shkon dhe përfaqëson, po jo, mos më ngash aty. Ne kishim një përçimin e naftës dhe ai më vinte me certifikatin e pronësisë në shtesën që kishte bërë te pallati sepse ata kishte. Të dalin më dhe 2 asnë në mëngë. Çmimi i naftës dhe certifikata e pronësisë janë 2 gjëra shumë drejta për të protestuar. Unë dua të them, këta njerëz që selektojnë është e nevojshme për shkakun që për certifikatën e pronësisë flasin 10 veta apo flasin vetëm një që dëgjojnë gjithë. Për çmimin e naftës të dalin një që dëgjojnë gjithë. Më me çfarë kriteresh e bëjnë selektimin? Kush janë këta njerëz pastaj? A e di pse të thajnë këtë gjë nëse është një gjë? Nëse ka kritere, po një kriter e kam kuptuar që është individët politikë që përfaqësojnë parti politike të vjetra ose të reja janë mbajtur larg për të mos dhënë pasaj cilat kanë qenë shumë nga pjesëtarët aty mendojnë që ajo nuk duhet, domethënë mikrofoni edhe mund të mos jetë i nevojshëm të mos të ulej fare. Sepse identifikon le të themi organizator. Po për të ndetur te algoritmi, më besoni një gjë. Më besoni një gjë. Çfarë do doja unë do doja aty të ishte Gen Z, të ishte antar njerëz të Akademisë së Shkencave, njerëz që janë sipërmarrës të jashtëzakonshëm, njerëz që njerëz që përfaqësojnë njerëzit e shtyen. Njerëz ai që percepton në majë ai që shtyhet në bil. Shikoj. Tani kjo ka durim më shumë. Dhe kjo ndodhi do thënë një batutë të fundit, do thënë një batutë të fundit dhe e mbylla. Dhe nuk është vetëm një batutë serioze kjo. Algoritmi. Nëse një gjë që ka një gjë që unë jam shumë mirë është algoritmi, është mënyra si funksionon truri zemra i social medias. Po. Ka qenë suksesi gjithë bizneset mia, e njoh prej 20 vitesh. Di në çdo jingle ti e njoh. Duhet të afruar më shumë mikrofonin. Jo, dua të them një gjë tjetër. Ai mikrofoni aty është i lidhur me disa mekanizma, se algoritmi është një ekipash orën, po, zvicerjane me shumë mekanizma që tak njësoj është. Dhe një nga mekanizmat për shembull është televizioni. Një tjetër janë live-et në rrjetet sociale. Dhe ka një viralitet aq të madh sa që ty nuk ta pret mendje, kështu që ai mikrofoni aty, ndaj dhe ndala, të mora dhe pak kohë, është shumë i rëndësishëm. Dhe ata njerëzit prandaj dhe të pyeta, kush janë këta njerëz që vendosin kush do flas? Ato ndikojnë masa, ato ndikojnë rryma, ato bëjnë politika. Ai është algoritëm. Okej. 100%. Redi, meqense ndikojnë masa dhe kanë një peshë në algoritëm në publik, patëm dhe eurodeputet. Te kaluan këtë nivelin. Jo vetëm eurodeputet, janë një seri zyrtarësh, domethënë një delegacion prej 10 deri 15 zyrtarësh nga Bashkimi Evropian. Marrin megafonin dhe flasin, patëm nga Parlamenti Evropian, zëra nga Parlamenti Evropian që e thanë fjalën e tyre. Pa diskutim, jo vetëm e u thapa nga Migeni që jo vetëm folësit, por dhe mënyra se si është trajtuar ndërkombëtarisht. Dhe çfarë perceptojnë të huaj tashmë për Shqipërinë, mendoj që është krejt pozitive, sepse kanë thënë që po dalin njerëzit, po protestojnë, po reagojnë ndaj padrejtësive, po reagojnë për drejtat e tyre, po tregues demokracie, se nuk e prisin nga Shqipëria këtë tregues. Të vinë të marrin zonat ose pasurinë kombëtare ose zonat e mbrojtura, dhe të mos të reagojnë njerëzisht, do ishte normale për Shqipërinë. Tashmë u kthye në një gjë që panë që ka reagim të madh. Fakti që vetë deputetët e Parlamentit Evropian dhe për turizmin na ndihmon shumë kjo gjë. Për turizmin. Tani eurodeputetët janë pjesë shumë e rëndësishme e presionit të Brukselit mbi Shqipërinë, mendoj. Ata morën vendim. Patjetër. Kanë dhe rezoluta. Moratorium. Pra patën shumë reagime. Jo, vendimi ishte i unifikuar i Parlamentit Evropian. Ata kanë ardhur si përfaqësues, po. Të vegjël si përfaqësues të Parlamentit. Si eurodeputet. Eurodeputet që me angazhimin e tyre politik kontribuojnë edhe për këtë. Dhe ka mendimin e tyre dhe do ta shprehin në Parlamentin Evropian. Edhe institucional, po edhe individuali. Pa diskutim, dhe kjo duhet shikohet, mendoj unë, para si mbështetje në mënyrë pa diskutueshme, por dhe si forcë për t'u kthyer. Po që si iranian mund. Patjetër, për të kthyer në presion jo vetëm nga brenda të këtij pushteti, të kësaj klase, mos merremi me një emër,
por si presion dhe të Bashkimit Evropian, sepse interesi, po flisnim për bizneset dhe për sipërmarrjes, është shumë e rëndësishme, do bëjmë një podcast vetëm për biznese ndonjë ditë. Ku duash? Po aty do na mbis. Është Gjermania dhe shumë shtete që thonë investoni në bujqësi. Sa është investimi sot në bujqësi? Është zero. Pse se Europa ka interes, Shqipëria është një vend i cili prodhon, mund të prodhojë, do mbanin gjysmën e popullsisë të larguar, do ta mbanin vetëm nga bujqësia. Nuk ka interes. Pse interes ka të ndërtimin e qendër. Të ndërtimi në zona të shtrenjta dhe kjo ka qenë interesi sepse aty ka korrupsion, aty ka para, nuk ka interes të biznesi ndershëm. Pra, Miguel, mendon që reagimi ose përveç vendimarrjes në Parlamentin Evropian, fakti që folën dhe në protest eurodeputet, e sheh edhe si një presion ndaj vetë qeverisë shqiptare këtë qëndrim? Tani qeveria shqiptare është treguar kështu miope dhe më ka mbyllur syt fare për të kuptuar që këtu ka presion. Adresuar email, ke kërkuar një. Jo, e kupton shumë mirë, thjesht do ta nxjerrë ashtu sikur nuk ka. Brendi, unë besoj që brendi i ndërtuar në mënyrë fake i kryeministrit në arenën ndërkombëtare është dëmtuar. Edhe është dëmtuar jo në kuptimin që ne na intereson të dëmtohet brendi i kryeministrit, por është dëmtuar në kuptimin për të që ky individ ka marrë është si puna e tij në familje që të ka shitur pronën pa e ditur babai. Edhe këtu ka pak edhe sigurisht që unë mendoj që të gjithë këta partner nuk i qasen le të themi kontributit për të ndihmuar Shqipërinë në rule of law, në vendosjen e shtetit të së drejtës, se nuk po vinë thjesht për të mbështetur protestuesit se kanë një qeveri të mirë ose të keqe në opinionin e tyre. Po është e kuptueshme tashmë, ne kemi parë këto prona që po na shiteshin për investime që do ndryshonin jetën tonë, kanë lidhje me narkotrafiku ndërkombëtar të kokainës. Kjo është problemi. A e kupton ti që është gjysmë e të keqes të kesh zyrtar të korruptuar? Të kesh masë, domethënë kështu si jemi ka ta ndisur ne, se këtu një zyrtar i korruptuar shikon ca lek dhe i merr, po këtu ne kemi të bëjmë me krim të organizuar. Pra edhe korrupsion, po edhe krim, që edhe të vjedh, po edhe të rran. Edhe të le aty të plagosur, edhe të merr jetën. Dhe kjo është double pain, domethënë një dhimbje dyfish për ne. Dhe unë kam përshtypjen që kur shqetësohen partnerët ndërkombëtar, shqetësohen për rule of law, krimin organizuar, që sigurisht një vend që do integrohet, e merr problemet dhe ja çon te shtëpia tyre, kështu që sigurisht është një presion i shtuar. Një kërje e fundit për eurodeputetet dhe sheh si një sinjal pozitiv në faktin që ju bashkuan me zotën e figurës kësaj proteste për ta mbyllur këtë. Mo na bëj presion me mbyllje tani, na lë ta çoj mendimin deri në fund. Edhe Migenit pas tani ti bëjmë një propozim. Zgjatë pak. Do të bëjmë një propozim. Me qenë se jemi. Nuk na prish punë ka, por kemi me tema të caktuara. Prap ma hoqi atë pasionin brenda, ma vrau. Jo, po thoja që ky podcast është i hapur sa herë duam të flasim. Sidomos tani që jemi në kohë dhe protestash. Për çdo lloj gjëje jeni të hapi, po jeni të lutur, jeni të pritur. Tani për të ardhur ndërkombëtarët, unë nuk kompleksohem shumë nga ndërkombëtarët, me thënë të drejtën, në kuptimin që mos më ndërpritet kjo, më ka ardhur gjithmonë turp sa herë që kam qenë jashtë emigrant, që krizat më të mëdha politike shqiptare na vinin edhe i zgjidhin tjerët. Më kupton? Edhe batuta ime që i bëja gjithmonë njerëzve ishte mama dhe brekot tona nuk arrin dot veshin, më fal për shprehjen. Kështu që unë shpresoj shumë që edhe këtë herë ne t'ja arrim t'i bëjmë gjërat bashkë vetë, pa ndihmën e tyre. Është turp që shkëndet qajnë gjithmonë dyrëve të botës, se ne jemi të rritur. I mat thot një të gjë për shkak, pse ato kanë mund na japin lekë ne, domethënë, ndërkohë që unë them, o babi them, punë të shtëpisë tonë do t'i zgjidhin vetë. Ti s'mund të shkosh komshiu ti thua kam të halla apo këtë kam. Ata kanë një standard. Kjo është ideja. Se ata nuk të presin të shkojnë vetë me këtë standard. Dhe ne sot jemi aq të maturuar, aq të rritur, aq të dalë jashtë, saqë i kemi të gjitha hapësitë që këto ndryshime, këtë vend ta bëjmë vetë. Ja, mendoj që kjo është më e mira. Okej. Sa për se dua të them të bëj edhe një batutë fundit. E kishim fjalën tek parat e pista, tek parat e drogës. Po. Të gjitha merat. Po më bëj është jashtëzakonisht shumë e rrezikshme për jetën e fëmijëve, domethënë ku do rrisësh fëmijët, ti marrë që me pankarta flitet shumë pak. Ne edhe aty duhet vendosim një standard, duhet i themi jo drogës, duhet unë i themi edhe këtyre që ka disa shtete në botë
një rajon e kemi shumë afër, është Kalabria, që bën 70 e ca miliard euro në vit vetëm nga kokaina, nga droga. Shporti më është një raport më të madh aty gjatë dhe është një nga rajonet më të varfra të Italisë, ke shtete si Kolombia, ku dëgjon gjitha me radhë, që nuk kanë bërë askush nga këta s'ka bërë hajër nga paratë të drogës, që ne duhet ta themi vetë se okay. Sa për brandin, se duhet ta bëj një batutë për brandin, se mi keni brandi i Shqipërisë, se ato e kanë ndjekur me shumë kurrë. Brandi i Shqipërisë përmirësohet me protestën në 2009 ne kemi qenë ka të parët, ose të parët në absolut, që kemi lançuar vendin, Shqipërinë në turizm incoming. Pra unë kur kam marrë këtu, bëhesh vetëm outgoing. Po. Dhe imazhin e këtij vendi, brandin e këtij vendi e njoh shumë mirë ato kohë. E di kush ka qenë problemi i Shqipërisë në ato kohë? Që të gjithë njerëzit që vinin mendonin se këtë vend klas për 2010, 2011, 2012, sa rinin dridheshin se mendonin që do t'i vrisnin, do t'i fusnin kadashin në kokë. Dikush njerë më thanë, tira më mendoja se i kishit akoma me gomar, pra kishe një përqasje dhe si shumë të keqe komunikuese të gjithë strukturave tona shtetërore drejt botës. Tani, Ramës këtë gjën duhet ta njohim, që në një farë pike, në një farë mënyre, këtë vend në një farë mënyre arriti që një brand të saktuar t'ja jap. Okay? Më thonë, kjo i duhet njohur absolutisht. Një brand fake, edhe tek brandi fake ka shumë për diskutuar. Për shembull, marrim Bangkokun, Tajlandën, të gjithë e imagjinojnë si një vend ku ndërkohë që ti shkon atje ti nuk merr dot frym. Marrim New Yorkun, nuk është të gjithë brendet në një farë mënyre janë absolutisht fake, po ne duhet kujdesemi që vendi ynë të ketë brandin dhe dinjitetin e duhur, vetë si shqiptar njëherë, sepse na ndihmon me interesave tona, investimeve tona, edhe dinjitetit ton si njerëz dhe lëvizjet e fundit që si lexoj unë mediatike që kanë bërë protesta i ka dhënë një shtys të papar. Ne nuk kemi patur kur një shtys kaq të madhe brendi ndërkombëtare në mediat më të mëdha të botës siç e kemi patur tani. Pra Shqipëria sot është up. Pra nuk u ndalua turizmi, Redi. Një fjalë të fundit. Do t'i shohim vitin që vjen, ti do shikoj sa turist do ketë ky vend. Edhe bravo. Për mua demokracia është turizmi më i mirë, po kemi manifestime demokracie, do kemi shumë më tepër turistë. Okej. Një fjalë të fundit apo je dakord me brendin që ka krijuar protestën? Absolutisht po, domethënë ne duhet kemi maturim për të kuptuar që gjërat e mira për kuvendin si than, po apo jo kuvendi. Na duhet një trajtim tjetër. Absolutisht jo, nuk të them të drejtën Miguel, unë kam pirë një kafe me Anduelin një ditë dhe më thash, Migueli tha që ka qenë diku dhe ai i ka thonë jo kuvendi, thash patjetër këtë djalin këtu duhet ta takojmë thash. Unë dola me një, e di kush ishte e çuditshme. Kemi qenë bashkë në studio. Unë isha në se tani do ta zgjasu. Jo, tani. E çuditshme ishte që materiali mua nuk më duk problematik. Edhe isha në një grup shumë të madh njerëzish dhe aty njerëzit filluan të sillnin dhe CV-n. Tallesh? Po, e di se domethënë unë nuk po identifikoja dot kush ishin autorët, ndërkohë që njerëzit jam i sigurt që të tjerë nuk. Po kujt ja çonin si Kujt ja çonin nuk e di kujt ja çonin. Kjo situatë gjithmonë. Si ka mundësi që edhe në këtë situatë më ka ardhur mua një mesazh në Facebook. Nuk dua të jem shumë se mendoj që gjithkush me atë aftësi sa mendon se po i bën mirë, nuk mendoj se e kanë bërë në po ti mendon për ta shkatruar. Ti mendon që do ta kenë aftësinë ata për ta ndërtuar të kuvend, për ta orientuar drejt një kuvendi? Unë mendoj që nuk është zgjidhje. Por aq kosa mendoj se. Kështu që kundërshtojmë jemi bashkë, jemi okay. Ti mendon që është zgjidhje? Është pamundur edhe për mua. Antikushtetuese. Jo, patjetër, ajo nuk mund të vi zgjidhje nga rruga. Është kështu Jakobine. Pikërisht. Redi, falenderoj që ishe me ne në Kafet e Gremi. Faleminderit shumë Miguel që folëm për protestën në këtë bisedë të hapur me argumente besoj ishte shtërues. Shumë faleminderit. Bashkë me Vitanin që sigurisht ngacmon edhe më shumë edhe bëhet më bukur. Është të rriteni kohën. Do ta shtojmë kohën për të qenë transmitimin live. Shumë faleminderit. Faleminderit.